Lëkura e hollë si letër e plakës dridhej në dritën e artë të mëngjesit. Sytë e tij të lodhur, por të vëmendshëm, ndoqën lëvizjen dredha të trupit të vogël reptilian që javë më parë e kishte gjetur të plagosur pranë kafazit të pulave të braktisur. Gjarpri mezi po merrte frymë atë mëngjes. Tani, ajo rëshiti me kujdes, pa nxitim, sikur e kuptoi se ishte e sigurt atje. Gruaja jetonte vetëm në një shtëpi të lehtë prej druri, e rrethuar nga bar i lartë dhe pemë që kërcisnin nga era. Nuk prita vizitor. Fqinjet të pak në numër dinin pak për të, vetëm se çdo mëngjes ajo fshinte oborrin dhe ulej në hijen e verandës me syt nga kopshti i thatë. Ishte në atë balkon që ajo u kujdes për Gjarprin. Pa mjete, pa ilaçe. Vetëm ujë i freskët, një leckë e lagur, heshtje dhe shoqëri. Nuk e dija kur emrin e specieve dhe as nuk e kërkova kur. Ai e quante asaj me mendimet e tij, sikur kjo të mjaftonte. Gjarpri, nga ana tjetër, lejoi që të kujdeseshin për veten. Ai kur nuk u përpoq të ikte, kur nuk i tregoi dhëmbë. Ajo mbështillej brenda vetes ndërsa gruaja qepte, ose ngjitej shkallëve prej druri për të fjetur pas enëve prej balte të çara. Një prani e qetë, me sy të fiksuar, por pa kërcënim. Kopshti i shtëpisë u bë një ritual. Çdo pasdite ajo vendoste një pjatë të cekët me ujë pranë tubit të vjetër dhe gumëzhinte me vete, jo fjalë, por tinguj të butë e të ngadalë që dukeshin sikur i përkisnin tokës. Gjarpri dëgjoi. Ndonjëherë ai zvarritej deri në qendër të oborrit dhe qëndronte atje për minuta të tëra, i palvizshëm, duke parë qiellin. Fqinjet e pyetën nëse nuk i mungonin njerëzit. Ajo u përgjigj vetëm me një buzëqeshje. Kam shoqëri, tha ai dhe u kthye përsëri nga porta. Shtëpia, më parë e errët dhe e qetë, filloi të lëvizte plot. Jo zëra, jo të qeshura, por një dridhje e qetë. Perdet lëkundeshin në ritmin e erës, çajniku fishkëllente në kohën e duhur dhe zhurma e trupit të Gjarprit që rëshiste nëpër balkon u bë kolona zanore në sfond. Një pasdite, ajo hapi dritaren e dhomës së gjumit dhe pa Gjarprin të mbështjell në një rrezë dielli. Ai ju afrua me delikatesë dhe vërejti ngjyrën e saj uniforme, të gjelbër të thellë, pa asnjë njollë. Ishte një ngjyrë e ndritshme dhe e errët në të njëjtën kohë, si myshki lagësht mbi gur. Në heshtjen e mbrëmjes, gruaja u ul në karrigen prej druri në verandë. Ai vendosi këmbët zbathur në dyshemen e ngrohtë dhe zgjati dorën. Gjarpri erdhi. Rëshiste ngadalë në një zigzag, rreth majave të gishtave të saj dhe u përkul rreth këmbëve të saj. Pa nxitim. Pa frikë. Ajo i mbylli sytë për një çast, duke ndjer fladin që i prekte flokët e hollë e gri. Dielli u zhduk pas pemëve, duke e lënë qiellin me tone të arta dhe vjollës. Gjarpri mbeti aty, duke marrë frymë ngadalë, duke ndjer nxehtësinë që kishte mbetur nga dita. Dhe aty mbetën ata, plaka dhe Gjarpri në obor, sikur koha i kishte harruar për një çast. Dielli mezi kishte lindur dhe ajo ishte ulur tashmë në karrige, me trupin e saj të brisht të mbështjell me një shall të vjetër leshi. Në këmbët e saj, Gjarpri i gjelbër si myshk pushonte midis gurve të ngrohtë të oborrit, i palvizshëm, sikur të priste urdhra të heshtur, që në moshë të vogël, kjo përsëritej si një ritual, bukë e thatë në një tas të vogël, ujë ndërrohej në heshtje dhe sy me lot që vëzhgonin kopshtin. Gruaja e moshuar po kolliste. Ndonjëherë harroja çajnikun mbi sobë, herë të tjera e lija dritaren hapur natën. Koha dukej sikur luante me të, duke ia fshirë ngadalë rutinën. Por kishte një gjë që mbeti e paprekur, prania e Gjarprit. Ajo nuk ishte më e vogël. Ishte rritur elegante, e gjatë, me një lëkurë të lëmuar dhe të errët si një gjethe e lagur. Pa njolla. Pa shenja. Jeshile e errët si myshku, nga hunda deri në maj të bishtit, një ngjyrë që dukej se thithte dritën e pasdites. Kopshti ishte ende i njëjtë, por duart e gruas po dridheshin ndërsa mblidhte farat. Era e tokës së lagësht e përzier me aromën e luleve të kuqe që këmbëngulnin të qelnin. Gjarpri lëvizte mes tyre me delikatesë, sikur ta kuptonte kujdesin e pronarit të tij. Gruaja ishte ulur me jastëkun e qëndisjes në prerë, me sytë e ngulur në kornizën e qëndisjes. Një moment në të njëjtën kohë, pothuajse një lutje. Me çdo dështim, gjilpëra binte. Dhe ajo pshertiu, por ai kur nuk e la qëndisjen të papërfunduar. Gjarpri, i mbështjell pranë këmbëve të karriges, e ngrinte kokën pak me çdo spazm ose pshertim të plakës, sikur të dëgjonte një thirrje pa zë. Një pasdite, dielli depërtoi përmes perdeve të holla dhe mbuloi dyshemen me hije që vallëzonin.
Gruaja u përpoq të qëndiste një lule tjetër, por gishtat e saj refuzuan t'i bindeshin. Gjilpra rëshiti jashtë, duke u rrokullisur poshtë këmbës së karriges. Ajo nuk lëvizi. Sapo shikova. Gjarpri rëshiste ngadalë. Një lëvizje pothuajse solemne, e pa nxituar. Kur arriti pranë saj, ngriti kokën dhe preku butësisht dorën që i dridhej në prerë. Gruaja nuk reagoi. Ai vetëm e shikoi kafshën dhe i la sytë të mbusheshin me lotë, sikur të kishte njohur diçka që e kishte ditur gjithmonë. Në atë çast, obori dukej sikur u ndal. Nuk dëgjohej asnjë zhurmë zolsh, asnjë erë në gjethe. E gjithë shtëpia frymonte bashkë me ato dy prani, njëra që po largohej ngadalë, tjetra që dukej sikur po vëzhgonte lamtumirën. Natën, ajo nuk hëngri darkë. Ai u ul për disa minuta para lavamanit, pastaj rregulloi batanien në divan, shikoi nga dritarja rrugën e errët cistern dhe përshpëriti një tingull të pakuptueshëm. Gjarpri ishte tashmë aty, i mbështjell pranë derës, si rojtari i një sekreti që askush tjetër nuk e dinte. Ajo nuk shkoi në kopsht atë ditë. Drita e mëngjesit filtroi përmes perdeve të holla të dhomës, duke shkëlqente në dyshemen prej druri me vija të heshtura të arta. Zonja e moshuar ishte ulur në karrigen lëkundëse, me batanien mbi gjunjë dhe duart e kapura në prerë. Jashtë, kopshti mbeti i paprekur, asnjë lule nuk u ujë. Asnjë lëvizje. Vetëm prania e palvishme e gjarprit të gjelbër si myshk, i shtrirë pranë pragut të derës, sikur po mbikëqyrte motin. Ajo shikoi jashtë dritares, me sytë e fundosur dhe frymëmarrjen e saj të ngadalë. Ai kishte tentuar të ngrihej 2 herë. Këmbët po dridheshin. Trupi ndiej i rënd, sikur çdo gjest kërkonte një pjesë të shpirtit. Kopshti, dikur streha e saj, tani dukej po aq i largët sa një vend tjetër. Gjarpri nuk lëvizi. Kishte diçka solemne tek ajo kafshë e qetë, sikur e ndjeu ndryshimin në ajër. Era kalonte lehtë përmes gjetheve të thata, por asnjë fllag nuk depërtonte në shtëpi. Ishte sikur bota jashtë po priste. Ajo qau për herë të parë pas disa javësh. Lotët ranë diskret, pa rënkime, pa zhurmë. Vetëm një pikë dhimbje që rrjedh poshtë lëkurës së plakur. Nuk qava nga frika. Qava nga një mall i pritur. Për tokën nënthonjtë e mi, për lulet e kuqe që këmbëngulnin të çelnin çdo verë, për filxhanin e çajit që ftohej dhe harrohej në prag të dritares. Dhe ajo qau duke e ditur se, atë ditë, kopshti do të vazhdonte pa të. Gjarpri e ngriti kokën ngadalë. Me një gjest pothuajse ceremonial, ai rëshiti drejt derës gjysmë të hapur. Ai kaloi pranë saj në heshtje absolute, sikur të kërkonte leje me çdo centimetër të trupit të tij. Zhurma e rëshitjes ishte si ajo e një pëllure mbi dru të thatë. Nuk kishte asnjë kërcënim, asnjë pushtim, vetëm një telefonat. Ajo nuk kishte frikë. Ajo pa kafshën që hyri brenda dhe ja nguli sy. Një vështrim pa fjalë, pa qëllim, por plot prani. Sikur të thoshte, unë jam këtu. Zonja e zgjati dorën, por jo për ta prekur. Vetëm për të thënë, e di. Ngadalë, me një përpjekje të dukshme, ajo u ngrit nga karrigia dhe eci drejt koltukut më të madh, pranë raftit të librave. Çdo hap ishte një fitore kundër kohës. Ai u ul, rregulloi batanien mbi këmbët dhe mbështeti kokën në kokën e krevatit të konsumuar. Sytë e tij ishin ende të lagësht, por të qetë. Gjarpri erdhi tek ajo. U përkul butësisht te këmbët e gruas, si një zakon i vjetër i harruar dhe i rikuperuar. Ai nuk lëvizi më. Ai qëndroi aty duke u dridhur pothuajse në mënyrë të padukshme, me trupin e tij të ngrohtë të shtypur pas lëkurës së saj të ftohtë. Jashtë, lulet në kopsht po përkuleshin pak nga era. Dita kaloi ngadalë, sikur minutat u zvarritën në shenjë respekti për atë që po ndodhte brenda asaj shtëpie. Gruaja i mbylli sytë. Jo për të fjetur, por për të kujtuar. Për veten duke mbjell shkure trëndafilash. Nga aroma e tokës së lagësht. Nga zhurma e ujit në legen. Që nga dita që e gjeti atë gjarpër të vogël të plagosur dhe zgjodhi të donte pa frikë. Në fund të ditës, shtëpia dukej sikur merrte frym bashkë me ata të dy. Nuk dëgjoi asnjë zhurmë përveç tiktakit të largët të orës dhe fshfërimës së erës që i përplaste gjethet në xhamin e dritares. Dhe, në atë heshtje, prania e gjarprit ishte më shumë se sa shoqëri, ishte një kujtim i gjallë, një dëshmitar i heshtur i diçkaje që nuk do të thuaj kur me zë të larë. Dhe kështu, kopshti mbeti pas. Heshtja e agimit ishte e trash. As erë, as zogj, as fshfërima e gjetheve.
Vetëm frymëmarrja e lehtë e gruas, e ulur në koltukun e vjetër prej drurit të lehtë, me duart e mbështetura në prerë. Njëra prej tyre mbante një lule të kuqe të tharë, e fundit nga lulishtja për të cilën ishte kujdesur për vite me radhë. Koka e saj ishte anuar pak anash, sikur thjesht po i pushonte syt, siç kishte bërë kaq shumë herë në pasditet e qeta. Gjarpri i errët si myshk ishte atje. E mbështjell pas bazës së karriges, trupi i saj qëndronte i palvishëm, si një fije e lashtë toke. Shkëlqimi diskret i luspave të saj thithte dritën e pakët nga llamba e ndezur, e filtruar nga një perde e hollë. Ajo nuk fjeti. Vetëm duke pritur. Për orë të tëra, gjithçka mbeti ashtu. Dielli filloi të linte me frikë, duke përhapur një ngjyrë të artë të zbehtë në përçarjet e dritares. Drita goditi drejt për drejti fytyrën e gruas së moshuar, duke zbuluar zbejen e re të lëkurës së saj. Asgjë tek ajo nuk lëvizte më, as gishtat, as buzët, as syt gjysmë të mbyllur. Lulja e kuqe mbeti e kapur midis gishtërinjve të tij, tani e lirshme. Gjarpri u shpëlidh ngadalë. Ai ngriti kokën dhe shikoi në fytyrën e gruas. Ai lëvizi ngadalë nëpër dhomë, duke vizatuar një gjysmë rreth heshtjeje në dy sheme. Ai qëndroi para saj për një çast të gjatë. Pastaj ai u largua, duke rrëshitur nëpër derën e hapur dhe duke hyrë në oborrin e shtëpisë. Kur mbërritën fqinjet të thirrur nga zakoni i trokitjes në derë dhe pa u përgjigjur, e gjetën trupin ende të ngritur, tashmë të ftohtë. Nuk kishte asnjë frikë. Vetëm nderim. Me duar të qeta, e mbuluan me një çarçaf të bardhë. Lulja e tharë u vendos në anë. Njëra nga fqinjet fshiu syt pa bërë zë. Një tjetër i hapi dritaret më gjerë që era të hynte. Shtëpia mbeti e heshtur. Në kopsht, Gjarpri pushonte midis gurëve, nën hijen e shkures së rozmarinës. Nga aty, mund të shihej pjesën e pasme të oborrit ku ulej gruaja. Dhe qielli, tani shumë blu, pa re. Pasdite, lulet e kuqe u këputën me kujdes. Kapaku i bardhë i arkivolit duke i butë në dritën natyrale. Duart e gruas ishin ndërthurur me lulen që kishte qenë me të që nga agimi. Nuk kishte muzikë. Vetëm hapa, zëra të ulët, kërcitja e lehtë e drurit në dy sheme. Përgatitjet ishin të thjeshta. Çdo gjë tek ajo ndihej e lehtë, sikur të mos e kishte rënduar kurrë botën. Gjarpri nuk hyri më në shtëpi. Ai qëndronte në hijen e verandës, i palvishëm, si një statujë e gjallë, si pjesë e asaj skene që plaka kishte krijuar me kohën dhe heshtjen. Orët kaluan. Askush nuk e preku, askush nuk u përpoq ta largonte. Vonë pasdite, trupi u mor me vete. Era frynte më fort përmes degëve të pemëve në sfond. Një shami fluturoi dhe u ngec në një gardh. Një petal ra nga lulja që mbante në dorë. Qielli filloi të ndryshonte ngjyrë. Gjarpri vazhdoi të rrëshiste nëpër bar, duke u larguar nga shtëpia. Jo i shpejt, jo i frikësuar. Thjesht po shkoi. Ai u zhduk midis gjeteve të thata, sikur po tretej në vetë tokën. Në verandë, e vetmja gjë që kishte mbetur ishte karrigia bosh dhe një tas i harruar. Zgjimi ishte planifikuar për mëngjesin tjetër. Trupi i gruas së moshuar, i mbështjell në paqe, pushonte brenda një arkivoli të thjeshtë të bardhë, të vendosur nën hijen bujare të dy pemëve të lashta. Gjethet lëkundeshin butësisht, duke hedhur hije lëvizse mbi dy shemen prej dheu dhe fytyrat emocionale që mblidheshin në heshtje. Nuk kishte muzikë. Vetëm zhurma e gjetheve, era midis degëve dhe murmuritja e njerëzve që mbërrinin me lule, sy të përlotur dhe fjalë të përmbajtura. Arkivoli ishte i rrethuar nga aranxhime të thjeshta, por në qendër, një lule e vetme e kuqe spikaste në sfondin e drurit të bardhë, ishte e njëjta specie që ajo e kultivonte me kujdes në kopshtin e saj të vogël. Koha dukej e pezulluar. Fqinjet u afruan ngadalë, shumë prej tyre të kapur për dore, të tjerë thjesht duke ulur kokat para arkivolit. Nuk kishte nxitim. Të gjithë dukej se e dinin se ai moment kërkonte një ritëm tjetër. Ishte atëherë që një lëvizje e çuditshme përshkoi fushën vizuale, e ngadalë dhe e vazhdueshme. Gjarpri. Ajo doli midis gjetheve, duke rrëshitur nëpër lëndin me elegancë të heshtur. Tani ishte e madhe, më e madhe nga çe kishte imagjinuar kushto. Lëkura e tij e errët, e gjelbër si myshk, shkëlqente në dritën e butë të mëngjesit të vonë. Pa njolla. Asnjë zë. Vetëm prania e tij solemne duke kaluar nëpër obor, duke ardhur nga drejtimi i kopshtit. Dikush bëri një hap prapa, dikush tjetër murmuriti diçka, por askush nuk e ndaloi. Askush nuk guxoi.
Ajo vazhdoi. Ai kaloi shtegun midis karrigeve, kaloi pranë të një orëve të vjetër të gruas, kaloi midis këmbëve të palvizshme. Disa shikuan njëri tjetrin, por askush nuk lëvizi. Heshtja u bë absolute. Me qetësi, gjarpri arriti te Arkivoli. Ai ngriti kokën. Ai preku anën me gjuhë dhe pastaj u ngrit lart. Lëvizjet e tij ishin të ngadalta, respektuese, pothuajse njerëzore. Kur arriti në maj, përpara lules së kuqe, ajo u ndal. Ai shikoi. Dhe pastaj u përkul butësisht, sikur të përqafonte diçka të padukshme. Koka e tij mbështetej pranë lules. Kontrasti ishte aq i qartë sa dhemte, e bardha e pastër e Arkivolit, lulja e kuqe e ndezur dhe trupi i fortë i gjarprit të gjelbër të errët, që pulsonte lehtë, sikur të merrte frymë bashkë me kujtimin. Askush nuk lëvizi. Disa u përpoqën të mbanin lotët. Të tjerët i lanë të rrëzoheshin pa turp. Nuk kishte frikë. Vetëm trazir. Ajo sken ishte më shumë se e çuditshme, ishte e bukur. Gruaja që nuk kishte pasur kur fëmijë, që kishte jetuar në heshtje dhe butësi diskrete me atë kafshë të pazakont, tani mbikëqyrej nga ai. Ishte sikur gjarpri, me gjestin e tij, tha atë që fjalët nuk mund ta arrinin. Kaluan minuta të gjata. Koha, atje, dukej sikur kishte harruar si të vraponte. Një burr u përpoq të bënte një hap drejt Arkivolit, por u ndal. Një zonjë vuri dorën në gjoks dhe ngriti shikimin. Një i ri qau pa bërë zë. Në fund, askush nuk e preku gjarprin. Të gjithë e respektuan. Ajo mbeti aty, e palvizshme, me kokën ende mbështetur mbi lule, si një statujë e gjallë. Nuk kishte asnjë tufë zogsh, asnjë fjalë lamtumire. Vetëm ajo imazh. Kur ceremonia mbaroi, trupi u transportua me kujdes, por askush nuk mund të thoshte saktësisht se kur doli gjarpri. Ajo u zhduk po aq në heshtje sa mbërriti. Imazhi i fundit mbeti në kujtesën e të gjithëve, e bardha e drurit, e kuqja e lules, jeshilja e errët e gjarprit që ruante atë që asnjë qenie njerëzore nuk mund ta shpjegonte, por të gjithë e ndjenin. Lidhja nuk vdiq. Ai thjesht ndryshoi formë.